Mirëmbrëma, o të bukrit e mi, mirëmbrëma, o yjet e mi ku do që jeni, apo janë televizionit yjet. Nejse, mirëmbrëma gjithë ju që po më ndihni edhe këtë të diel këtu në ekranin e MCN televizion. Jam shumë e lumtur që do ta kalojmë natën së bashku. Sot do të flasim për maskat. Jo ato maskat që vijnë në karnavale, as ato që na mbrojnë nga smogu apo nga smundjet, por ato që vendosim çdo ditë. Për të mbijetuar, për të mos u gjykuar, për të pëlqyer më shumë, ose thjesht për të mos u parë për atë që jemi në të vërtetë. Maskat e sjelljes, maskat e emocioneve, maskat që buzëqeshin kur brenda jemi duke u rrëzuar. A i zgjedhim vetë apo na i vë shoqëria? A kemi guxim t'i heqim apo ndonjëherë bëhen kaq të zakonshme si lëkurë e dytë sa harrojmë se si është fytyra jonë e vërtetë? Por sot do t'i zhveshim ato një nga një. Dhe nuk do jemi vetëm, sepse mes të ftuarave, bashkë me mua, do t'jetë edhe një nga ato vajza që i njeh mirë skenat, por edhe skenaret që na shkruan jeta. Megjithatë, si fillim, kemi hajde flasim. Shkojmë tani me njërë. Ajo ishte më e vogla e fermës, por i bëri lëmsh të gjithë. Energjike, e bukur po, jo më kohët mban edhe titullin e misit, lozonjare, pak dinake, të gjitha i kishte brenda karakterit të saj. Miss Casey, faleminderit që jeni natë me Aulona. Faleminderit ti, Aulona. Si ka qenë kjo periudha pas daljes nga ferma? Kjo periudhë ka qenë me shumë dinamika, ato reagimet e njerëzve në rrugë nuk e prisja. Impakti ka qenë që në fillim kur dola, edhe në fakt më bënte pak çudi se unë nuk kam qenë ndonjëherë në presionin aq shumë kamerave, 24 orë non-stop e monitoruar në kamera, edhe gjithë njerëzit njihnin, edhe këto moshat e mëdhaja, gjithë, ua, Casey, shumica nuk e dinte fare që kisha dalë dhe kur më shifnin në rrugë çuditeshin, ua, po ti kur dole, kupton? Edhe në fakt më është bërë shumë qefi, sepse kur dola të gjithë më thoshin që ua, si do i presësh komentet para se të kisha të shija komentet, edhe, por në fakt unë nuk fare nuk më intereson. Ta ndjen hiç. Edhe në fakt këto, shoqëria ime dhe shoqet e mia që i kam të ngushta, nuk i kanë pritur mirë, unë fare po fare. Edhe aty pare se të merja telefonin, kur dola, po më thoshin që do shofësh komente, do shofët ca meme, ca gjëra që janë bërë për ty. I thash me zi, po pres t'i shof se si do t'jenë nuk më interesojnë. Pra ndaj u futa në fermë fundja. Do me thënë jam shumë e lumtur që jam komentuar ashtu, sepse në fund të fundit, çdo njeri ka opinionin e vetë dhe në qoftë se nuk komentohesh, atëherë do isha mërzitur. Është e vërtet, sepse në fund ditës që thash kur futesh në një reality të tillë, e rëndësishme është të jesh qendër vëmendjes. Po, patjetër. Dhe nëse ti nuk do ishe pak kok shkëm dhe të dëgjoj ato rregullat e produksionit, jam e bindur që të kishe ecur shumë përpara. Njerëzit më kanë thënë kush më njeh shumë mirë, po sidomos gjyshërit, më kanë thënë që po ti këtu nuk të mban asgjë, si ka mundësi ke qenë ashtu aty brenda, do të thënë, duhet ishe më keq. Pasi që je përmbajtur. Jam përmbajtur. Jo, me thënë të drejtën, sado që ndonjëherë harronim që kishim kamera aty brenda, prap nuk e harronim që po na shifte gjithë Shqipëria. Mund të ishte 1 sekond që e harronim, po normalisht nuk të hiqet ajo. Zgjohesha, ngrija kokën sipër edhe shifja kamerën që ishte aty me mua kur zgjohesha, se zgjohesha dhe fundit. E dim. Por mirë, u pendove ndonjë çik që
e theve rregullin që ishte në fakt në bazën e disa rregullave të tyre, gjë që të çojnë në përjashtim? Tani unë mora shembull, besoj që gjithë ata që janë aty brenda ta kenë marrë një mësim nga kjo. Unë nuk jam mërzitur sepse ishte si pasojë e veprimit tim, nga gabimet mëson, por nuk do doja mos ta kisha bërë. Po ta kthej për rast do ta bëja. Po, ishte thyerja e rregullit tim, ishte në fakt rregulli më i fortë që është thyer aty brenda, sepse unë la shtëpinë e fakirit edhe u ktheva në shtëpinë ku ishin gjithë. Hëngre darkën për shefin tënd me të tjerët. Hëngra ato që kishin pjekur në zgarë. Po pse e bëre? Pse e bëra? Po nuk haja do të groshmi. Po groshët janë të mira, mirë është proteinë e mirë. Në fakt, ma kishin bërë qik me hile, se kushtet e fakirit ishin më të vështira se ç'duhet. Edhe unë jam qik kështu si delikate. Po, për te shakave, ishte kështu moment që nuk kërse e mendova që mund të eliminohem edhe nuk i mendova pasojat, por gjithsesi nuk ndihem kështu e penduar për faktin se unë e kam shijuar shumë çdo gjë aty brenda. Për këtë nuk jam e penduar, por që thyva rregullin e agajit jam e penduar e shpresoj mos ta bëj njëri tjetër, të vazhdojnë ta bëjnë, se e kanë bërë shumë, se do doja ta kisha çuar deri në fund atë eksperiencë. Tani që ke dalë edhe ke parë besoj patjetër fragmente, vazhdon të ndjekësh fermën, ke ndryshuar ndo pak opinion për banorët tani që i shikon si spektatore krahasuar me atë që mendoje kur ishe brenda? Po, kam ndryshuar opinion. Jo, në fakt unë e kam shumë të vështirë të ndryshoj opinion për dikë, se jam, si që të dhe ti, kështu. Po, kjo do ngelet për të parë kur ata të dalin nga aty, sepse normalisht aty është një lojë, edhe nuk arrin ta njohësh si ç'duhet një njeri aty brenda, pavarësisht se jeton 24 orë me të, hapi rifle, ne flinim bashk, hanim bashk. Domethënë, në çdo vend bashk edhe sado që ti ke atë komunikimin 24 orë, shef çdo ves, çdo të mirë të atij personi, ndonjëherë ai personi që është aty nuk është si jashtë, se shumë nga ata aty kanë korniza, nuk janë të vërtetë. Janë shumë pak që janë real, të tjerët janë ruajnë korniza. Cilat dhe cilët janë ata që janë më vërtetë, ata që ruajnë kornizat? Po, për këtë nuk mund të flas, sepse... Ti tani, ti s'mund të flasësh, ti flet lirshëm gjithmonë. Nuk mund të flas, sepse unë nuk e di se kush është ndryshe jashtë, të paktën ata që nuk i njoh, nuk e di se si janë jashtë, edhe nuk e di se kush po sillet në një lloj mënyre sepse është lojë dhe kush është me vërtet ashtu. Kështu që këtë edhe kur më kanë bërë pyetjen që me këtë do ruar shoqëri jashtë, kam thënë ngelet për të parë, sepse normalisht nuk e di se si janë jashtë. Ndoshta unë i kam njohur në atë kuadrin e lojës, edhe kur dalin jashtë janë ndryshe. Po mundësia për shembull që të jesh jashtë shoqe me Albën ekziston? Jo, nuk ekziston. Nuk ekziston fare, për këtë je e bindur. Po sa këtë Pse? Çfarë? Pse ju për te shakave, Alba nuk është fare ajo, domethënë atë karakterin që unë kam qef si një mike, si një shoqe. Kështu që nuk kam asgjë kundër Albës, mua nuk më pëlqen Alba si karakter, jo loja që ka bërë Alba aty brenda. Do me thënë, loja aty e çdo kujt është e zgjedhur nga gjithsecili, edhe Alba ka luajtur, bravo. Nuk kam asgjë kundër lojës Albës, thjesht nuk më ngjit. Po, megjithatë në preferencat e mia. U duk sikur ka pasur një sulm nga një pjesë shumë e madhe e banorëve ndaj Albës. Edhe ti ishe pjesë e grupit që është kundër Albës.
Pse? Nuk mendon që mbase jeni orkestruar pak nga Big Mama? Jo, as pak. Unë kam një respekt shumë të veçantë për mamën, edhe do e ruaj gjithmonë këtë, se është ai tipi që unë e kam pasur tërë jetën kështu si shembull, se mami im është më keq. Edhe gjithmonë ja kam thënë aty. Po nuk kemi aty, ne kemi nisur atë me Albën që në fillim. Domethënë 3 ditë e para Alba ka qenë shumë e qetë, pastaj filloi me këto me lojën e vet, domethënë hyri në atë lojën që ka ajo në kokën e vet. Edhe të gjithë domethënë e kemi pasur vetëm secili me Albën, jo se jemi ndikuar nga të tjerët. Është e dashuruar Alba me Limin? Jo. Për Limin e dim, kështu që e ka thënë edhe vetë, nuk po pyes. Ti më the, është Alba me Limin, po. Mendoj që e dashuruar, të jetë e dashuruar, nuk e di, se është fjalë e madhe, por pëlqim ka shumë. E vëre, sepse Alba ka qenë tjetër njëri kur para se të fillonte këtë marrëdhënien me Limin, edhe tani ka ndryshuar. Domethënë nuk është më Alba e përkushtuar te loja e vet. Normalisht kur ke një pëlqim e humb vëmendjen nga diçka tjetër, edhe Alba e ka humbur nga loja e vet. Është fokusuar te Limi. Edhe kjo më bën që ta besoj që ajo ka pëlqim për Limin. Jo, për Limin, Limi e ka thënë edhe vetë, që besoj që është shumë okej në këtë pjesë, e ka treguar. Është treguar i sinqert. Marrëdhënia jote me Limin? Marrëdhënia ime me Limin, unë ruaj të njëjtin respekt për Limin, kam shoqëri shumë të mirë me të. Të them të drejtën, është parë çik ndryshe jashtë, është dukur shumë ndryshe nga aty brenda, sepse jo vetëm unë e kam pasur atë afrimitet me Limin, por Limi e ka shfrytzuar afrimitetin me kë ka mundur. Domethënë, nuk kam qenë unë e vetmja gocë me të njëjtin afrimitet me Limin. Nuk ka pasur asgjë më shumë se miqësi? Jo, as pak. Vetëm miqësi, edhe ka qenë shumë e sinqert. Unë edhe më e sinqert se ç'duhet, mendoj, në shumicën e kohës kundrejt meje për Limin. Por mendon që e ka shfrytzuar pak në thonjza miqësinë tënde dhe sinqeritetin tënd në miqësi? Shiko, Limi është tip që atëharohet shpejt dhe nuk i vej faj në shumicën e rasteve, se duke qenë se Alba ka qenë më e papëlqyera nga fermerët aty, edhe gjithë janë kundërvën Albës, edhe Limi në momentin që ka nisur marrëdhënien me Albën ka pasur një goditje të madhe, kupton se të gjithë janë kthyer edhe Limit, kupton pavarësisht se ne nuk donim që të nuk e kishit drejt për drejt me të, por Gelet për të parë jashtë. Po, se ai mund të jetë i lidhur me Albën edhe ti. Papa. Jo, e ke përjashton. Totalisht. As nuk e mendoj fare. Ky sinqeriteti yt në fakt është një ndër gjërat që shumë njerëz mund ta marrin për arrogancë, po unë mendoj që është edhe një gjë mirë se rrallë shohim sot. E kam vënë re, domethënë që shumica e njerëzve kanë marrë si bullizim, si mua më kanë parë si negative. Unë të them të drejtën, arsyeja që unë kam qenë e afruar me të gjithë aty përveç Albës, unë kështu jam edhe në jetë të përditshme. Çdo ditë e imja, edhe me shoqet e mia, edhe me familjen, edhe me njerëzit e mi më të afër, unë fal shumë dashuri, jam shumë pozitive. Mundohem domethënë që mos t'jem kështu, se gjithë njerëzit atë impaktin e parë për mua kanë, kjo mendje madhe. Andrea më tha, kur kam parë fotot e tua në Instagram që doli emri që do futesh te ferma, thash bo kush merret me këtë. Edhe po, ti edhe pak e për këtë dhelur me këtë idenë që me zgjohesh që the e fundit, me punët. Më për këtë dhelin që ka ty. Po, më e vogël tani po. Është e flis, ka gjë fli. Edhe
Po jam shumë falenderuese të gjithëve aty brenda, se gjithë më kanë parë duke qenë se ka pasur dhe mosha shumë të mëdhaja, më të mëdhaja se unë, normalisht. Gati gjyshrit e tu, jo thjesht prindrit. Po, patjetër, edhe Frederiku gjithmonë i thoja që ty të kam si gjyshin tim se ke të njëjtën moshë dhe kisha shumë respekt për të, më mungojnë shumë. Ndërkohë një tjetër personazh që ishte edhe në statusin e opinionistes. Mistagja. Zhaku ka pasur vazhdimisht debate me ty, vrejtje, kritika, duket se nuk ka pasur ndër të preferuarat e veta. Keni folur mbasi ke dalë? Po, unë kam takuar Zhakun edhe në Prapasken, edhe e falenderoj shumë për gjithë opinionet që ka dhënë për mua. Si që ka Zhaku opinione për mua, kam edhe unë për Zhakun, edhe nuk më kanë bërë as pak për shtypje, tërkohë se kam marrë me sportivitet, kam qenë falenderuese ndaj gjithë gjërave. Çfarë opinionesh ke për Zhakun? Po, opinione të mira. Shumë të mira. Duke marrë parasysh edhe moshën e Zhakut, unë jam shumë e vogël se Zhaku, jam goca Zhakut edhe normalisht që do jenë të mira. Po familja çfarë të tha? Familja, unë jam çuditur, të them të drejtën, nuk e prisja fare. Sa i kam takuar, ju kam thënë sa hyra, do me thënë që ti takoja, i thash, keni një vrejtje për mua? As i vrejtje, vetëm duhet t'ishe më, si që e këtu me ne. Ne një lafë themi ti direkt tu, aty as i që. Edhe, po, është kjo, ndikimi kamerave. Imagjinot kisha bërë ashtu, ndo ishte bërë nami negative madhe kejsi. Po ti je një fëmijë të kam përkëdhelur, të ka përkëdhelur familja? Unë, mami jo në fakt, mami ka qenë gjithmonë kështu... Big Mama. Big Mama. Po babi shumë, se ka qenë edhe distanca, edhe normalisht kur ka distancë, është prindi është më tolerant, më e përkëdhel më shumë fëmijën, se ndjen atë mungesën edhe malli. Po, nuk jam shumë e përkëdhelur, unë kam thjesht të tipin kështu lozonjare dhe dukem kështu si e përkëdhelur, si lule mos më prek, po nuk jam është. Edhe mosha e vogël, ndërkohë, kur ke dalë besoj ke parë edhe një lloj polemike që ka pasur edhe në lidhje me statusin tënd si Miss, edhe nga ana e Deliarti dhe Petri që ka thënë nuk e pranojmë që është Miss, si ke parë këto lajme? Jo, të them të drejtën, unë nuk kam para si gjë, edhe komentet, kur më dilte në video, hyja e shifja, edhe qeqja me të madhe, edhe shoqja ime ngushtë thoshte, po si qesh? Edhe unë mua më ngriheshi nervat kur i shifja. Unë nuk kam para as gjë të tillë, por s'kam koment, unë e quaj veten Miss edhe... Sa bukur! Misje, nëse ti e ndjen veten Miss dhe patjetër që ti e ke një status Missi, pastaj ky Miss apo ai Miss është tjetër gjë. Cilat janë aspiratat e tua për të ardhmen? Çfarë dëshiron të bësh? Unë çdo ditë edhe e ndjej veten më lart, edhe jam shumë e lumtur për këtë. Shpresoj që të arrij aty ku dua unë, po çdo gjë që kam dashur e kam arritur, edhe jam shumë këmbgulse për çdo gjë që dua. E çoj deri në fund, edhe besoj që çdo gjë që kam në mendjen time dhe e kam mbluar tërkohës si një arritje, do e arri patjetër. Ndonjë gjë çfarë ke ti, çfarë dëshiron apo nuk do të... Po e lë kështu surprizë. Ndërkohë një gjë të fundit, brenda në fermë ke lënë të nënkuptosh që është dikush jashtë që po të pret. Po, ka diçka të tillë, po nuk kam pasur qef të them të drejtën të flas shumë për këtë, sepse kam dashur ta lë kështu jo publike, nuk kam dashur ta bëj asnjëherë publike, po në një zënk me Big Mamën e kam shprehur edhe kështu pa dashur, se ishin ditët e para edhe unë nuk e kisha akoma atë afërmitetin me të, edhe po më thoshte, ti vdes për Limin, edhe unë thash, jo, nuk vdes për Limin, se unë kam dikë jashtë, edhe do me thënë e nxora kështu si pa dashje. Po, nuk ka ndryshuar opinionin e njerëzve dhe unë vazhdoj, do me thënë, ta mbaj të fshet që njerëzit mendojnë çfarë të duan, se... Si është ai princi yt i kaltër?
Parimisht po themi tani. Princi im I kaltër le të ngelet sekret. I kaltër. I kaltër. Kristi, të falenderoj shumë, të ishe në natën me Aulonën dhe shpresoj shumë që ëndrat e tua dhe ato planet dhe vizioni që ke për veten tënde në kokë ti realizosh. Faleminderit. Je shumë e mirë. Faleminderit shumë. Publicitet, rikthehemi pas pak. Një korçare simpatike dhe mjaft të talentuar, një zë melodioz, të cilën jam e bindur e keni dëgjuar në mbrëmjet live të kryeqytetit, sepse është nga ato që të gjithë duan ta kenë në ambientet e tyre, pikërisht për zërin, por edhe për atmosferën që krijon. Flavia Zere, faleminderit që je në natën me Aulonën. Faleminderit shumë për ftesën, është shumë kënaqësi të jem këtu me ju sot. Yllin e ballë quhet kjo rubrik. Ti kur e ke zbuluar që e ke yllin e ballë? Me thënë drejtën, të tjerët e kanë zbuluar për mua. Ka qenë mosha 4 vjeçare në Korçë, dhe ka zbuluar vetë mami im, për arsye që është vetë muzikante, por siç është kjo ideja që mamat janë pak në formën që ja, se është goca ime, kjo nuk besoj të ketë. Shikoj me sytë e dashurisë. Po, shef që dalem, e ka kuptuar profesori im, Bardi Pojani dhe profesorja Blerta Belliu, më pas kam vazhduar në teatr. O si e kuptoj? Çfarë të ka thënë mami? Këndoje shumë? Kur kam qenë shumë e vogël, një nga personat që dëgjoja më shumë dhe këndoja më shumë ka qenë Michael Jackson. Dhe gjithë kohës duke kërcyer, duke kërcyer atë, duke bërë si ai, jo me kapel, jo me shkopin e nënës. Këto gjëra të shumë. Dhe mami tha, dalin sekond se ka një gjë. Dhe u angazhove me njëherë që e vogël në aktivitete ndryshme artistike? Kisha fatin që rrethanat isha shumë të lehtë që t'isha pjesë e teatrit të Korçës, edhe që atëherë dhe sot e vazhdoj jetën aty, domethënë, sado që mund t'jem në kryeqytet ama. Dhe kështu avash avash fillova me festivalin e fëmijëve, ku kam fituar çmimin e parë, si këngëtarja më e vogël e festivalit, me këngën Unë mi ushi dhe interneti. Si ka qenë? Shumë emocionuese, domethënë se mbaj mend fare, se shumë e vogël, 4 vjeç. Që 4 vjeç? Wow. Edhe aty më pas fillova. Po këngën e mbaj mend? Po. Është iku mami, iku babi, veta vet në internet, ata dolën të shëtisin, mua bota po më pret. Që si fëmijët 4 vjeçar, mos të rinë vetë në internet. Pastaj? Pastaj fillova me koncertet të vogla, si fillim, më pas kalova dhe pak balet. Fillova që po kërcej balet se muzika filloi që e vogël thash dale të provoj një herë dhe rrugën tjetër. Isha pjesë ansamblit të Korçës. Po aktualisht tani kam ndërprer marrëdhënie, domethënë me ansamblin, po diet për shkak të zhvendosjes. Dhe kam filluar me këngët e fëmijëve, kam marrë pjesë në Perform Fest me Zana Çelën. Dhe aty gjithashtu kam fituar çmimin e televizionit edhe këngëtarja e jashtme televizive. Më pas ka filluar. Sa shumë gjëra. Po, besoj që një nga momentet që dhe mund të themi ka shënjuar karrierën tënde, për mirë apo mbasi edhe për aq mirë ka qenë pjesëmarrja në X Factor. Më fol pak për atë eksperiencë. Atëherë, sado që mund të ishte një eksperiencë e shkurtër, për arsye që të gjithë njerëzit kanë ditët e tyre të mira dhe ditët e tyre të këqija, varet emocioni dhe situatat ose gjërat si krijohen. Nuk ishte momenti im, si ta them. Ti ke konkuruar vjet apo jo? Po, para me sa I bie, me qenë se është vit I ri para 2 vitesh. Para 2 vitesh, po. Kur rikthehesh. Po. Po, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, kam njohur dhe njerëz aty, kam njohur shoqëri, kështu që Po pse nuk arrite të kualifikohesh? Atëherë për netët finale. Mendoj që ndoshta nuk kam zgjedhur këngën time më të mirë ose varet ka pas më të mirë se unë atë momente, varet, çdo gjë është me kohën, besoj. Po ajo është një shtys që të bëj të ecesh akoma më mirë edhe të përmirësosh gjërat që ndoshta ti ke para ty që nuk kanë shkuar. Po ndonjëherë ndodhet edhe që të stepi pak. Po, në fakt e kanë ndikuar. Me thënë drejtën u bë shumë virale në TikTok, si gjë që pse kjo goca nuk ka kaluar shumë zë të bukur, gjëra të tilla dhe kjo filloi që po më jepnin shumë live, shumë njerëz po më shkruanin. Followersat po shtoheshin, thash, okay, pas ka një të mirë. Po, nga çdo e keqe ka një të mirë. Çave? Me thënë drejtë nuk prega, se nuk është se e prisja, por që thash, okay, thjesht është diçka që si ishte për ty, do vinë gjëra akoma të tjera. Një derë mbyllë e 3 hapen, si. Je gjithmonë kaq optimiste?
Jam shumë optimiste. Jam kështu që kur futem në diçka dua patjetër të gjej mënyrën si ta arri aty ku dua. Po mami çfarë tha? Mami ishte vetë aty dhe ishte shumë kështu dale një sekond, çfarë po bëhet? Ishte pak e emocionuar, si mund ta them. Nuk është se u shpreh. Nuk i bërtiti atyre të juris? Pak po. Ti shumë. Fakti shumë. Vajzën time, ju nuk kaloni. Vajza ime është normale, po patjetër. Ndërkohë eksperienca e radhës ishte pjesëmarrja në Këngër Magjike. Magjike, po. Dhe aty po ashtu nuk arrite dot Të pian finale. të shkojë në finale. Na tregove edhe pak për këtë eksperiencë. Çfarë ndodhi këtu? Atëherë, Kënga Magjike për mua ka qenë një nga gjërat më të bukura, ti të stime si të gjithë të rinj të ëndër vet, dihet. Edhe për ne që jemi këngëtar. Po. Unë kisha një këngë të kompozuar nga Sergio Ajdini, që e përshëndes shumë. Ishte një këngë shumë e bukur, shumë e qetë, të jepte në një botë ëndrash, vërtet. Dhe mendoj që aty gjithë njerëzit filluan të më komentonin, kjo kënga jote më qetëson, më jep kurajo, është kjo motivimi që merr nga njerëzit. Është ai feedbacku që ti merr. Sado që si thash, Kënga Magjike është do vit, do vem, do përfaqësojmë veten akoma më mirë. Është një moment që sado që zgjati kënga është në YouTube sot, dëgjohet, Spotify gjithashtu, kështu që për mua është arritje. Ty të nuk të dhanë jeshillet e mjaftueshme për të kualifikuar? Atëherë unë kualifikova, ka dalë kënga në YouTube, është çdo gjë okay, thjesht pallati kongreseve. Vetëm për pallat e kongreseve. Po. Nuk ishte. Mirë, okay, të paktën nuk Këngë është Magjike po, kam qenë domethënë. nuk shave njëri nga ato të Jo, juris. fare. Vetëm ato të juris të X Factorit. Jo, sa ta. I kemi ta. Jo ti, mami. E mendon të marrësh pjesë sërish në Këngën Magjike? Po, patjetër, po. Shohim. Po më pas, si lindi pjesëmarrja jote në netët live të kryeqytetit? Kur ka qenë për herë të parë? Atëherë, Ka qenë kjo video që the, apo e Këngës Magjike, e X Factor, apo dhe më përpara? Atëherë, unë Tiranë kam shumë pak kohë që jam shpërngulur, shumë pak kohë jo, po 5 muaj, domethënë që jam këtu. Pak janë, relativisht? Pak janë, po. Dhe ideja që ndonë kam qenë aktive në Korçë, në live-et e Korçës, të qytetit Korçës, me aktivitetet bashkisë, edhe thjesht mendova që pse mos hedh një hap para për të bërë gjëra akoma ç'a dua unë, edhe ku dua unë të jem më afër realitetit edhe më afër asaj që unë dua. Kështu që erdha në kryeqytet, mundova të njoh njerëz që dhe më kanë afruar dhe jam shumë injohëse, dhe mbështetja që më kanë dhënë të gjithë. Dhe kështu fillova pa nga pak live-et e ndryshme. Ishte e vështirë të ambientohesh me jetesën? Me thënë drejtën, shumë e çuditshme, jo, për mua fare. Ishte diçka shumë, ka ardhur shumë rastësisht, edhe shumë spontane dhe e bukur njëkohësisht. Dihet që çdo zhvendosje ka vështirësitë e veta. Cila ishte për ty vështirësia Për mua për shembull ka qenë që u ndava nga mami, dhe është andej. Edhe kam qenë gjithë jetën time kështu edhe. Jetosh vetë, çdo gjë vetë, e pavarur, ka qenë pak stepja. Se në fund ditës, veç me muzikë, dihet që nuk është se mund të mbjetosh në një lloj forme të tillë. Dhe kështu që të duhet e diçka tjetër, sa gjetet diçka tjetër, sa u sistemove, kjo është jetesa. Çfarë bën ti përveç muzikës? Unë merrem dhe me marketing. Jam në një kompani marketingu. Midis të dyjave? Muzikë. Ajo. Shiko, s'është krijuar përshtypja që njerëzit nxjerrin muzikën dhe ata që bëjnë muzikë fitojnë goxha lek. Po, dihet. Fitojnë lek mjaftueshëm, më shumë e bëjnë për çështje pasioni dhe ajo çka ata kanë brenda e nxjerrin. Domethënë duan njerëzit, duan live-et, duan atë lloj gjëje që të nxjerrësh ti shpirtin tek ta, është kryesorja. Pastaj pjesa tjetër dihet që vjen vetë. Vjen, patjetër, po. Edhe nga këngëtarët të tjerë që kanë pasur gjatë këtyre javëve, e shoh një si lloj pak kënaqësie dhe zhgënjimi le të themi për faktin që këngëtarët Mos pagimi. Po, edhe këngëtarët e playbackut që i quajmë, janë ata që paguan shumë më shumë se sa këngëtarët e live-it. Pse ndodh kjo gjë? Marketingu është kryesori njërë, marketingu që kanë ata, këngët që kanë ata dhe që janë në tregun e sotshëm. Kurse një këngë që është ndoshta shumë e bukur se ta me instrumente live, me çdo lloj gjëje natyrale, nuk ecën sot. Do gjëra shumë të thjeshta publiku dhe shumë të kapshme që të ecën. Ti do bëje kompromis, e ke menduar këtë pjesë? Shumë, jo, për që besoj do një bashkëpunim, diçka të tillë, po, për të fut në treg. Cila është rryma muzikore që ty të përshtatet më shumë dhe të pëlqen më shumë? Ti ke bërë, përveç Këngës Magjike, ke edhe një klip tjetër, pra i ke dy këngë. Dy këngë. Atëherë, që mund të gjej veten tamam është R&B, pop, rock. Dhe çfarë
kompromisi do bëj një lloj rrymë që nuk është se e ke shumë për zemër, po thua rite. Besoj tek afro, këto paka shumë tajna, rina, këtë pjesë më tepër. Okej, po ajo është një ndër rrymat që që edhe është- pëlqejnë më shumë. Po. Kështu që çiko, kemi përparuar, sepse deri para ca vitesh thoshin, po ta lavado. Kështu që nga jote ritmet afrikane që sot janë kudo në gjithë botën është goxha mirë. Kemi përmirësuar. Mos më ankon. Rregull, jo fare, zero. Çfarë duhet të bëjë një këngëtare e re që të depërtojë në tret, që duhet ta themi është deri diku dhe i mbi ngarkuar, qoftë nga brezi i vjetër, ashtu edhe nga shumë prurë të reja që ka. Si fillim mos zërzohet kur. Kjo është e para, që çdo lloj pengese që mund t'i dalë para, kryesorja është që t'jetë vetvetja edhe të gjej, siç e thash, një rrugë, një derë mbyllet, tre të tjera hapen për formën që do dalë diçka për ty. Me thënë, ti sa më shumë të mundohesh edhe t'japësh nga vetja, çdo gjë është feedbacku që ti do të kthehet një ditë. Kështu që mos dorëzojnë kur edhe të gjejnë me hapat ngadalë ta bësh çdo gjë më e sigurt, më e durë. Nga këto vite eksperiencë si këngëtare në jetën e natës, cili ka qenë një moment për ty i sikletshëm, një moment i vështirë? I sikletshëm. I sikletshëm nuk është se mund varet, nuk e di domethënë tamam, por që besoj kur ke njerëz që të rinë shumë serioz, që rinë pak kështu se shumë qetë, shumë pa. Si ja bën ato raste? Mundohesh të bësh për vete. Kjo është e gjitha. Është relata që mund të krijosh me ta. Po kur ta bëjmë për vete? Do bësh punën ta. Ose do gjesh një këngë që do e prekin atë. Do i prekin tela, do çohen. Demoralizohesh në këtë raste? Do me thënë, nuk është të demoralizohesh, por nuk luan me qefin më të madh. Je 100% që tënë se thua, dale, çka ka që nuk shkon këtë. Duket sikur e ke ti problem. Po është thjesht personi që e shijon në formën e vet. Po të shohësh shumë para është Po kështu, gocë normalisht shumë simpatike, jetën e natës, ka pasur raste të ngacmojnë? Po, ka pas raste plot, ka pas raste që shkruajnë në telefona, ose disa mesazhe, ose një trëndafil të shkruar diçka, janë disa gjëra nice. Ka të tillë romantik? Ka. Me thënë drejtën nuk kam parë disa janë, okej, ekzistojnë. Po të bëjnë kurioz që t'japësh një mundësi dhe thua shprit se ky djali shumë se trëndafil? Jo, me thënë drejtë. Jo. Më mirë jam shumë kështu, sado që mund të jem shumë afër publikut dhe me ta, dua që të kem një lloj distance, mos jesh shumë kështu, pastaj nuk i dihet kur mund të them jo, po pra si preti të deri sot jo. Je në një lidhje, je vetëm, kështu që si pret të vi ky princi i kaltër? Shofi, nuk e di. Do ishte shumë. Mund të vite ashtu. Pra, do ishte shumë romantike, më pëlqen, kështu duhet të vi. Do ta mendoj. Do ishte një histori shumë e bukur. E ke njëjtur këtu, shumë nice është. Edhe fëmijët tua tani të fantazojnë pak për... Si e njohur ti? Mami, si e njohur me babin? Opa. Në roj një trëndafil, me shkrim, ndërkohë që unë po këndoja. Bukur. Unë them që me këtë histori të bukur dashurie që nuk ka ndodhur, por që edhe mund të ndodhi, ta mbyllim intervistën, sepse duam të shijojmë zërin tënd melodioz. Na trego pak më shumë për këngën që do këndosh? Atëherë, unë do këndoj këngën Flower të Miley Cyrus. Edhe besoj që ju dedikohet më shumë gocave, që të shijojnë jetën e tyre edhe t'ja kalojnë bukur gjithmonë. Ti nuk do t'jesh vetëm? Po, do jem bashkë me Kërcin, një nga kitaristët më të mirë dhe më energjik që kemi në kryeqytet. Kena, Modeste, është e gjitha për ju.
Një vajzë që nuk ka frikë nga dritat e skenës dhe as nga hija e së vërtetës. Një aktor që na ka bërë të qeshim e të qajmë, me vlerësuar si një ndër më të mirat e brezit saj, por jo vetëm. Një shpirt luftarak, e cila gjithmonë di se si të arri atë që do, edhe se si të bëj përpara, edhe kur mund të ketë vështirësi dhe pengesa që i dalin rrugës. Ina Gjonçi, faleminderit që je në koltukun e psikologut. Faleminderit ty. Nuk kam qenë njëherë të koltuku psikologut. S'keshin asnjë te psikologu? Jo, do me thënë, jo kështu, jo, tani pritem që them kam qenë te psikiatri. Jo, nuk kam qenë njëherë te koltuku psikologut. Nuk ka rastisëm ndonjëherë që t'jem, në kuptimin që të... Nuk e pas nevojë, nuk e ke ndjerë... Tani do duket sikur do them ato gjën që duket shumë kështu pak që buron nga vetë kënaqësia, por më duket ndonjëherë sikur unë e di se nga mund burojnë ato demonët apo ëngjëjt brenda qenies sime, mund dorëzohen para tyre, ose mund të them që unë tani nuk kam dot mundësinë që t'i luftoj, por më duket sikur e di se nga burojnë dhe prandaj nuk e kam djerë mundësinë. Nevojën, por, faktikisht e lapsus freudian, se po mendoja dhe për mundësinë, por mendoj vërtet që është e nevojshme ndonjëherë mbase, për të kuptuar si, pse. Pse do shkoje ti te psikologu në këtë moment? Ose nëse unë do isha me të vërtet psikologu yt, do thoja rrëfeu ina. Çfarë të shqetëson për momentin? Unë mendoj që unë e kam parë shumë veten gjatë jetës time si njeri që është shumë i lidhur me punën dhe me atë që bën, dhe me atë që ka për detyrë të japi të tjerëve, kuptimin e profesionit tim si aktore. Dhe gjëja që mua vërtet do më shqetësonte është çfarë më pengon që të bëj më të mirën time raport me profesionin. Sepse është një profesion që ti ke një përgjegjësi, në çdo profesion ti ke përgjegjësi ndaj tjerëve, por ti jepën skenë. Është një pod që është 1 metër mbi të tjerët. Pra ti je aty dhe ti me përsipër thua një gjë që presupozohet që po ja rrëfen tjerëve, ti po tregon ti po jep një mesazh që dikush para gjumit, pas shfaqjes, nuk mendoj për të. Unë mendoj që është përgjegjësi e madhe. Dhe nëse kjo gjëja do arrinte, pra qenia ime do arrinte të krijonte një problem, një kresh tek mesazhi dhe tek ajo që unë dua t'u them të tjerëve, apo të ndroj kompromise, apo pengesa, apo në këtë, unë mendoj që po, ajo do ishte gjë që do më shqetësonte, do thoja, please, pas kam kapur në sot me anglishtën, please, crash. Kjo është smundje kove moderne. Po unë e quaj vetëm njashtë, sa ja një arsye pse unë të isha te psikologu. Sepse kam menduar gjithmonë që nuk më prek, se unë jam më shumë te pjesa, jam rritur me Olje Bençi, me Sailor Moon. Edhe unë, Ina, edhe unë. Po që lidhje kam unë tani me crash dhe please. Se unë më thani një ti prego. Po kjo po, këto do mendoja që vërtet do më... Sepse mbaj mend që kur janë futur në teatr kombëtar, në punë, mbaj mend që ishin ja 5 minuta lumturi, dhe të betohen pas 5 minuta, shumë fillova të mendoj gjëra të tipit. Po unë tani paguaj me taksat, do me thënë gjithmonë kjo do, sepse ti gjithmonë del përpara biletave të publikut. Po mami, isha në shtëpi duke bërë një monolog. Moj mami, po ti e kupton do tani, pa do ta bëj unë dot këtë gjë, unë jam futur në teatr kombëtar. Do të thënë tani, paga ime ka të bëj me taksat. Do me thënë e kupton, është një përgjegjësi shumë e madhe. Cili ka qenë momenti yt më i vështirë në jetë? Momenti më i vështirë në jetë. Ja, kjo është ajo kur do të marrësh kohë. Unë mendoj që momenti më i vështirë në jetë imi, besoj ka qenë ai momenti kur të gjitha bindjet e tua, dhe ato që ti quaj që ishin vërtet bindjet e jetës tënde, që gjërat kështu ishin. Pra ti ishe ky njeriu që kishte zgjedhur këtë profesionin, që është profesion që deri diku hyn tek është i domosdoshëm, por nuk hyn tek ato gjëra që ti do kesh, ato punën e sigurt e gjërat, por ndërkohë kishe ca bindje tjera, që ndërkohë gjërat që ti kishe, që ishin familja, ca siguri të tjera, pa prit mas ti zbulon që këto gjëra nuk i ke. Jo nuk i ke më sepse nuk duan që t'jenë, po sepse kanë të pamundur që t'jenë.
dhe ti zbulon që pa prit një sekondë. Qa ishte? Pra, jeta që bëja deri sot ishte jeta që unë më bëja, apo ishte jeta që bëja falë familjes time, falë mamas time, në tëra. Do me thënë, është shumë e vështirë kur ti vë në pikpyetje gjithë ato që ke bërë deri në atë moment. Sepse mund të kenë qenë vërtet, unë mendoj që vërtet familja është gjë shumë e rëndësishme. Ti e kupton familja që ti ke, nga ku vjen, apo familja që ndërton, por janë ato bindjet që ti krijon, të kthehen në siguri. Në momentin që ti zbulon që këto gjëra prit pak. Po çfarë ndodh që i vë në pikpyetje? Çfarë ndodh? E para më ndodhi që familja është gjithmonë aty, në shumë forma, mund të ndryshoj konfiguracion, po është gjithmonë aty. Por fakti që ti nuk ke... Për shumë besoj që në momentin kur kam ndjerë për shumë vështirësi maman time, ka qenë shumë e vështirë. Më shtukur sikur e gjithë jeta ime vjen pikpyetje, sepse ajo ishte një sens e vetëm familje që unë njëja 360 gradë. Dhe në momentin kur ndjeva që ajo ishte më vështirësi, apo ajo vinte pikpyetje vetëm, pra ajo ishte një herë vulnerabël, e cënushme, pra, unë ndjeva 2 herë e cënushme. Dhe prandaj aty vruan pikpyetje se sa e fort jam unë në të vërtet. Pra, forca ime buron nga forca... Pra, ose... Kjo është, sepse në momentin që mund të kesh edhe gjëra të tjera tua, unë vi pak nga i brezi ku rrënjët vjeshin pak ishim kështu të diskutueshme, në kuptimin që çfarë rëndësie ka, se nga vise, çfarë do ndërtoj, unë jam mund t'i bën, domethënë janë këto millennials, po në kuptimin feminizmit të iskajshëm, disa gjëra ku ti je me nerva, me botën, ku të qenë vetëm është vlera, dhe në një moment i zbulon që faktikisht ti nuk ose e vetëm, i akoma i kapur të rrënjët e tua të më përparshme, dhe në momentin që ato ndihen të lëkundra, edhe ti lëkundur, pra në fakt i nuk ose... Po si e kalove? Unë nuk e di nëse kalon do njëherë, në sensin është një gjë që mbetet gjithmonë aty, në forma të... Dhe mësë në akoma ndihem, jo aqe... Dhe unë jam natyre që parë kur... Po të ajo, po nuk dalë mua asë në Instagram. Unë jam natyre që unë nuk është se tregoj do t'i gjë që nuk më ndodhë. Dhe më thonë, kur unë nuk ndihem mirë për të treguar, atër pse mos ndash gjëra jo të mira. Basë nuk jam aqe forca ta bëj, nuk është në i turp mos ta pranosh, do me thënë në Instagrami duke të thënë diku ti e ndam vetën me tjerë vetëm kur e fancy, e lezetshme dhe sigur. Nuk edhe gënjeshtra do të rezi. Do shumë. Mendoj që është më lotë. Po, duhet i mbashënim të gjitha. Dhe nuk është se jam në atë kohë, dhe prandaj kam zgjedhur këtë që kam stopuar në një mënyrë sepse nuk është më kjo i gjëja që dhe vërtet a thash, është e çuditshme sepse ti zbulon se sa vulnerabël je. Kaq, do me thënë nuk është se njerëzit kalojnë në çfarë i ra njeriu dhe nuk e mbajti, do me thënë populli i thot këto, në forma nga më ndryshme, dhe unë nuk e vënë diskutim pas se unë po bëj këtë përqarsën. Jo, ti po ndarë në eksperiencën tënde, po... Ti është po ndaj eksperiencën, nuk mendoj që unë vazhdoj të bëj më të mirën tima, ashtu si shmo. Por që janë ca momente, sepse tani mund t'ja lëvën vetës tu. Po prandaj është ai gol tuku pra? Për të treguar pjesën to më të brisht, besoj. Kështu që nuk është se po ndihem shumë faj, sepse ne gjithmonë, unë gjithmonë, se të kjo të folurit me ne është pak, do me thënë ne, dhe përjashton vetën. Unë përgjithsisht kam dëshirë që të shpalos me tjerët, jo për çështje mundimallësie, por për çështje sepse mendoj që përgjithsisht njerëzit, sidomos kur ti del në rrjetet sociale, ti ndikon ti ndikon tek njerëzit që ndjek. Ne nuk dua të jap mesazhe të gënjeshtër, do me thënë kaq. Mund t'jetë edhe thjesht që ti shton e kile dhe nuk e ndjen, njeriu ka pasiguri nga më të çuditshme. Nga më të çuditshme, por mua më anullojnë, nuk më bëjnë që të dua t'i mbuloj. Ose më bëjnë që të punoj me to njerë me vetëm para se të filloj t'i ndaj me tjera, dhe i them që e di si ishte, ose nëse duat njës një rrugtim të këtil, atëherë do ndaj këtë rrugtim.
Nuk e kam djerë, po tani nuk mund të kem përgjigjen e çdo gjëje, se besoj kjo më ka lënduar gjithmonë njerëz. Kam dashur të kem përgjigjen e çdo gjëje. Nuk mund ta kem dot. Do të thonë nuk e ndjej dhe kaq. Duhet sigur gjithmonë të shfaqsohem para vetes dhe para të tjerëve që pse unë tani nuk po bëj gjën. Paktën gjën që të tjerë të kërkojnë në një sens, sepse më duket ndonjëherë sigur e më shkuan në një kush, por nuk kemi parë fare, nuk thjesht kjo, por ta thash, unë kam dëshirë gjithmonë të ndaj punën time, për puna nuk bete që ndahet, unë ndahet nga teatri, ndahet nga aktorët e tjerë që luajnë, kështu gjithmonë njerëzit e marrin vesh ku unë jam duke bërë diçka kjo. Në çfarë faze të jetës jeti tani? Jam në një fazë qetësie. Jam në një fazë qetësie ku thjesht jam ende në atë kërkimin e një marrëdhënie me veten. Po, do me thënë, po përpiqem të rizbuloj ende disa atë marrëdhënien e qashtëm me gjërat, sepse shpesh unë kërkoj të më ndodhin gjëra dhe kur nuk kanë për të ndodhur. Do me thënë, unë e shpik historinë dhe aty. Nuk është pak natyra artistit kjo? Po. Do me thëmë po, unë dua të kem... Tani, dhe gjithmonë e kam parë profesionin tim, e kam parë gjithmonë si mënyrë jetese. E besoj që këtu dhe jam lënduar shpesher, sepse më zhdukur sikur e gjithë jeta ime do të ishte në shërbim të kësaj gjë, sa do patetike duket, por më zhdukur sikur unë pa e bën profesori im Timo Floko, thoshe nuk ka asnjë problem që ti në bësh aktorin në orën 7 me 9. Kjo është aftotësia nga profesioni. Aftotësia e mirë, një lloj profesionalizmi që ti bën atë switch-ën. Kjo është detyra jote, nuk është detyra që të rrobtohesh. 24 orët e tjera, ose në këtë rast 2, 24 minus 2, 22 orët e tjera në... Unë besoj që aty kam gjetur një lloj strehe, tek ajo rëmuja e qenit aktor, dhe besoj që aty kam gjetur dhe pëthen e gjithë rëmujave të jetës sime. Besoj që tani jam një çështje qetësie dhe kërkimit dhe njëherë të atyre gjërave të thjeshta edhe të përditshme. Sepse gjithmonë kam kërkuar të jashtëzakonshme. Tani jam në një rizbulim të zakonshme. Të ka lodhur të kërkosh të jashtëzakonshme? Po, ka zhgënjur? Më ka zhgënjur, jo, është shumë e bukur. Po të lodhë? Po, është pak vetë të brenda për brenda, sepse ta thash, unë dhe ndërtoj dhe aty ku nuk është, në shpesh herë. Por besoj që tani është momenti që gjithë këtë rrugtimin unë ta vë në një paketë dhe ta shfrytëzoj për çfarë do të bëj me punën time. Dhe të qëndroj jashtë në atë që është e përditshmja dhe jeta ime. Mendoj që edhe jeta ime, po ai sa jeta e personazheve ka po aq vlerë sa të ruhet edhe. Çfarë dëshiron ti të bësh me profesionin? Unë e kam menduar shpesh herë këtë gjë. Çfarë dua të bëj? Domethënë këtu është pak e lodhshme, është pak e vështirë. Ti mund të bësh rolin e jetës tënde një mbasdite, por të nesërmen kashia jote nuk është më e lartë. Nuk është se ti pa prit mas... No, është po rutina vazhdon. Dhe kam pyetur shpesh herë veten që ore, po mirë më Ina, po tani çka ka? Unë nuk besoj, edhe kur she patjetër, dhe unë nxjerr fotot e mia, përpiqem të futem në internet, e këto po janë dhe një brez pak tjetër. Nuk është se është ky brezi këtyre që janë të gjithë të lidhur me grante e gjëra. Kështu që në fund të ditës, sado e çuditshme të duket, në fund ditës te mua ngelet prap kjo dëshira që nëse ka mundësi që unë kur ta shoh veten pasqyr, pas një pune që kam bërë, të them, unë bëra më të mirën time, gjithmonë në projekte që ti zgjedh mirë, unë nuk kam një agent, por prap një menaxher. Por prap, sido që tjetë përpiqem që të zgjedh gjëra që unë mendoj që mua më bëjnë mirë. Sigurisht nuk Kristof Waltz thotë që tani vetëm ti je idiot të kesh rolin më të bukur të botës. Regjisorin më të mirë botës dhe ti të bësh një asgjë. Do të thonë çuditem pak kur njerëzit thonë
Kur aktorët thonë, jam të kjo shfaqja shumë e mirë, regjisor shumë e mirë, po çfarë do bëjmë këtu? Ti se ke provu se çfarë është thjesht me tekst keq, me regjisor të keq. E ke provuar ti? Po patjetër që kam provuar. Po sigurisht që kam provuar, do të merresh, po sepse ti je në skenë dhe thuaj gjëra ku ti njëra si puna ime njërë, bën ç'bën, po i ndjehet që nuk po beson totalisht gjëra që po thot. Dhe më ka ndodhur në vite që sapo kisha mbaruar akademinë dhe nuk e kisha ndep as atë prakticitetin për të thënë. Dhe unë ndjesha, kisha partnerin tim në skenë, i cili të betohem, kishte mbaruar në 8 vit me mua, kishte më njëjtën përvojë shkëlqyer. Ti s'gënjeje dot. Jo, nuk gënjeja dot, po më duke nga që kisha dhe sa të pa thëna me regjisorin, do me thënë që i kisha thënë sa gjëra që shiko, unë e mendoj kështu ashtu, dhe nuk e lija dot, unë mendoj që ishte mangësia ime, do me thënë unë si kur doja të tregoja në skenë që, unë nuk me besoj këtë gjënë që po them. Po e them, po ta dini dhe ju që unë nuk besoj të gjëra kaq mediokre që po them. Ishte koha idealizmit. Po, dhe ndërkohë i bëra një disshërbim, si mund ta themi, shërbim, një mungesë shërbimi, vetës e njerëzve që ishin, se tani ata që vinë gjithsesi duan të ti ke për detyrë gjithsesi të rrëfesh historinë. Dhe ishte fiks kjo që ti ke për detyrë gjithsesi që tu tregosh historinë atyre që vijnë. Domethënë, nëse ke thënë po, unë atëherë nuk e bëja dot këtë dhe rria në skenë dhe i kisha një... Të shaj regjizori me vete? Jo, po thave duke unë pa e them këtë gjëm, po ta dini që t'ishte për mua. Unë isha aty ndërkohë. T'ishte për mua, unë nuk do ta kisha thënë, more njerëz të mirë. Dhe ishte, dhe unë mendoj që vërtet ka që një qasje shumë... Dhe ndërkohë me ti me mendoja që sepse i gjatë provave, unë mendoj gjithmonë, aq po tepër kur autorin e ke aty, unë mendoj gjithmonë që ti mund të kesh mundësinë që të thuash, domethënë çfarë ti bëjmë Çehovit që nuk e takojmë tot më. Sepse mbaj mend Streleri, për shkak kur vinte pjesë Brehtit, merrte një avion, shkonte, takonte Brehtin, i thoshte shkon dua të heq këto, domethënë unë mendoj që bashkëpunimi, domethënë që gjithë duhet jemi të hapur ndonjëherë për të dëgjuar çfarë thotë tjetri. Tani unë e kuptoj që përballë një regjisori me shumë përvojë, mendimi im për një rioshe, për një trasovace, jetë sapo diplomuar, nuk do të shumë peshë. Po. Por unë mendoja, ende të paktën doja që disa, sepse ishte koha që ende dhe një fjali, doja të kërkoja, sepse mendoja autori është këtu, ndërkohë sot e di deri ku mund të shkoja i modulimi fjalis pa fyer regjisorin dhe pa mohuar as veten. Aso kohë ishte një gjë që dhe duhet i kërkoj, më falë, po tani profesor, të lutem, sepse profesor, thëri, ti thua çfarë regjisor, profesor më falë tutë, po tani kjo fjalia, dhe sigurisht që po të thoja që më ka ndodhur të jem në projekte ku, por më vonë, ama kam pasur ndershmërinë me veten, që të them, unë kam thënë po, e kam bërë për 1, 2, 3 arsye, dhe tani nuk ka se ti vi skiç kësaj gjës. Pra që unë jam këtu, por t'ishte për mua nuk do isha. Besoj që nuk është e ndershme. Dhe përkundrejt njerëzve që kanë marrën të prej. Do me thënë, nuk më duket shumë e bukur. Unë mendoj që momentin që thua po, çfarë do të gjë i qovë, dhe projekt televiziv. Nuk i kam shumë qef ata që shkojnë si thonë po, dhe pastaj shkojnë kanë të qasen për princi. Ku do ishim taku neve. Jam këtu me ju, se në mblodhi ky rasti, po. Ke parasysh në një situatë? Unë dhe ti në tavolinën, botë se në shifshë bashkë. Okej, po ndërkohë jemi këtu. është një lloj se të shkoj, unë nuk e di në kantier ndërtimi dhe them përshëndetje, dua të marr pjesë, të hap këto themelet e ti pallatit me ju. Ato më thonë, po çfarë përvoje ke? Unë kam përkthyer një libër, më fal, punë kraj. Po unë përkthej. Dakor, neve na duhet i force krau me të thonë të drejtën, por ti shife si dush. Si që do të për shumë shpesh edhe në reality show, ku shikojnë personazhe Në faktu po mendoja pikërisht. Kam praftë, jam gazetare, mirë. Jo, po mendoja vërtet se kam parë që është kjo lloj qasje. Do me thënë që po rrim tani këtu, da kam bërë ky divane.
Po flasim për letrën higjienike, por në kushte tjera më dëgjosh bukur flas për letra librash. Okej. Jam shumë dakord me ty, por ja që je këtu tani. E mua? Nuk e folur për letrën higjienike dhe këtë do ta kthejmë në një situatë. Ti e ke menduar ndonjëherë të jesh pjesë në një reality show? Tani po them të gjën që thonë të gjithë sigurisht ma kanë propozuar, po unë mendoj që do isha ky njeriu që do më shohin aty dhe do thonë, përveç shumë arsyeve tjera. Dhe më duket nuk du. Dhe një ditë do ndodhi kjo, kur unë do jem në një reality show, do më thjerrin jashtë çfarë ka thënë ta Ulona. Do ndodhi. Jo, mua më duket sigurisht kjo që unë do jem ky njeriu që Amina shumë e lezetshme, po aty nuk dha dot më të mirë. Dhe kam parë vërtet, unë kam shumë miqë që kanë qenë aty, që kanë qenë brenda formateve të ndryshme, dhe ndodh vërtet që janë njerëzit më të këndshëm, më interesant në për tavolina. Prap, kur vjen puna, nuk arrin dot që aty t'japi më të mirë. Unë nuk e di, unë e pyes shpesh veten nëse a mund të bëhet çfarë do lloj gjëje në jetë me dignitet në të rast. E ka shumë njerëz që më thonë, Ina, ti do ishe. Mua kjo më frikson më shumë. Sepse më duket sikur. Përgjithësi do zhgënjesh njerëzit? Po, nuk e, shiko, ti jemi sinqert, unë gjithmonë kam thënë jo. Po e kam thënë për 3 sekonda. Për 3 sekonda në kuptimin nuk kam dashur fare ta mendoj. Sepse kam dashur të qëndroj besnike ides që unë kam. Mendoj që, plus pastaj më duket sikur sepse aty çfarë jemi në jetë, ne jemi aktorë situatave ndryshme. Pra, edhe në qoftë se unë punoj juriste. Pra, kur jam juriste, unë bëj rolin e juriste, sepse gjëja më e mirë që unë ti të bëj, sepse unë për atë rol, unë, do me thënë, ne në jetë luajmë gjatë gjithë kohës, luajmë rolin, pëse ne nuk shkojmë të veshur si në plazh në zyrë. Janë role, pra janë struktura ku ne futemi. Kështu që unë mendoj nëse unë aty tregoj 360 gradë, sepse do dalin. Patjetër, kur futesh aty. Atëherë çfarë do kemë në gjë të re për të rrëfyer në skenë? Mbase mundoj tjetra tani që plus pasaj kam dhe shumë frikë nga sepse unë mendoj që ti në situata tilla je vulnerabël. Sepse ti fillon dhe harron gjithë referencat e tua. Jo ja harron, po ndodh, sepse je në një guask. Megjithatë nuk është një jo përfundimtare. E ke një që mos ta përdorim këtë intervistën e kam hallin. Jo, është jo përfundimtare, unë nuk mendoj dot se ase do ta bëja dot, ase dua ta bëj diku thea. Se është gjë tjetër, që unë jam shumë si unë nuk jam kaq e paqt, kaq e lezetshme dhe kaq jo e interesuar për impaktin që do të njerëzit. Do duket e çuditshme kjo. Do të thënë mua më duket çfarë do të gjëje ndodh kjo, për mbase teatri nga që është pak më low profile dhe jam ndjer më e mbrojtur aty. Do të thënë të përballesh me 366 miliard komente për mënyrën se si ti sot zgjodhe të sillesh me, nuk e di, me veshin tënd. Nuk do e përballoj dot. Unë nuk e plus mendoj tjetrën që do zonë në këto formate ti përfshi dhe njerëzit e tu të afërt. Mami nuk është dakord? Ime më ka fjalit të tipit që në qofse... Shiko, ka formate, ka formate që të ruajnë më shumë, dhe ka formate të cilët unë besoj që të bëjnë kurban, por është një deal edhe ai. Pra ti bësh kurban, por unë mendoj që dealet mund të jenë shumë interesante në backstage. Unë këtë jam e bindur madje. Pra dealet mund të ndryshojnë rrugës, bazë asaj që ti jep. Po mami çfarë të thot nëse ti fut? Jo, ime më shumë, nëse ti dhe ka për një format të patjetër që ka për ju më thotë që Ina, ta siguroj që unë nuk do vi në asnjë xham. Të takoj dhe të pajtohem për shepën që nuk kam bërë me ty. Ti me mami në fakt keni qenë shumë të lidhura, se keni qenë që në moshë të vogël pare vetëm ju të dy. Pa. Keni pasur një momente, në fakt, sherresh? Pa fund, sepse ka qenë e para adoleshenca ku ti mendon që të do çdo njëri tjetër në këtë botë përveç mamas sënde. Ajo e ka kaluar me mua, do me thënë, ka përballuar, ja,
falë një sekundë, është shumë e turpshme, mund ta tregojsh ky tatuazhin, që sot e kuptoj edhe unë, që është i pa sens. Dhe unë pa i bënë që unë e kam bërë, kur jam qenë 17 vjeç. Por ishte koha që askush nuk ishte tatuazhe, mendo unë e bëra këtu që të rria kështu. Dhe unë ja tregoja gjithë botës. Pra zakonisht bëheshin në përvende që mos t'i shikoni. Jo, unë doja t'ja tregoja dhe mendoj që IMM nuk e dinte dhe unë kisha thënë që hiqet për 6 muaj. Tani, do themi gjë që nuk e nderon shumë, që IMM e ka bërë. Lexon ditarin tim. Nuk e nderon shumë kjo gjë. Në atë kohë gjithë prindrit i kanë lexuar ditarin. Por, aty lexon, e dashur Kiti, se kështu e kishte emrin ditari im, duke u bazuar tek Ana Frank. Kam bërë një tatuazh. Mamit i kam thënë që është për 6 muaj. Ndërkohë është për gjithë jetën dhe kisha pikturuar atë që sot do quaj një emoji me që mami tim duke qarë. Dhe thotë, nuk jam shqetësuar shumë që do ta kesh tatuazhin për gjithë jetën. Pa jo la, pa që më shqetësuar. Dhe që tallesh me maman të me ditarët. Ky është e pari. Pastaj do të them një gjë tjetër, që kjo më nderon mua më pak, unë kam dhe këtë treshim, këtu që e kam njësoj me Johnny Depp. Johnny nuk e di, sigurisht, e di unë, por ishte koha që unë cilja në Facebook bluzat të Johnny Depp me fytyrën time, më kuptoni ishin ca meme të turpshme, që sot kur Kemi bërë të gjitha Ina. Po vjen aq turp. Dhe kam dhe këtë treshin, dhe që nga ky treshi, pastaj më mori drejtën të thoshte vajza ime bëri dorën e saj si një blok shënimesh. Por u dorëzua dhe i pranoi, se s'kishte ç'të bënte. Jo, u dorëzua sepse pastaj erdhën dhe gjëra tjera. Në kuptimin erdhi që unë gjithmonë kam qenë, sepse unë kam pasur një absurditet në tim kuptimin që kam qenë shumë më mësim, domethënë kam qenë shumë pozitive nga anë të tjerë, por nuk dihet pse kisha këtë dëshirën e rebelimit nga ana tjetër. Domethënë nuk është se kam qenë ndonjëherë 100% rebele. Unë mendoj që mua as nuk më pëlqen kur dëgjoj për shkak njerëz që unë thyej rregullat. Unë mendoj që ti thyesh rregullat duhet i njohësh. Sepse për ndryshe ti çfarë drejtën je duke thyer, po thyem pra thjesht konceptin e rregullit. Unë kam qenë aty që kam ndjekur çdo rregull për shumë vite të jetës time. Kam qenë në shkollë deri në klasë 8, kam studiuar në shkollë Murgeshash laike, për kolegj që ishte i drejtuar nga Murgesha. Pra që ishte një rregull i jashtëzakonshëm. Mënyrën kishte kurse gozhine mbrapa, kishte kurse qëndis, kishte një bibliotekë të jashtëzakonshme, ku aty dhe unë jam njohur me leximin që shumë kohë përpara, sepse dhe unë sot ja di shumë për faleminderit tim më, se për shumë unë flija në 8:30, fillon te Santa Barbara në atë kohë 8:30, dhe unë isha për detyrë të lexoja 3 faqe libër gjithmonë, derisa pastaj u kthye në natyrën time dytë dhe pra këtë pjesë, por kishte një bibliotekë të zakonshme, kishte libra me ngjyra, se besoj ti e mban mend që nuk është se kanë qenë gjithmonë. Është të bukur dhe është. Po, dhe unë e kam, domethënë aty e kam njohur shumë konceptin e rregullit. Dhe unë mendoj që vetmja gjë që më pasën unë nuk dija ishte që ti dhe kur ndjek çfarë do të rregull, domethënë rregullat ndiqen që ti të kesh një lloj ekuilibri me veten, ti nuk është se ndjek rregullat që të kesh një çmim në fund. Dhe unë mendoj që ky ka qenë ai shkënjimi im i parë, sepse unë doja çfarë do të rregull, dhe erdhi momenti ku tha, "Ok, ku është çmimi im tani?" Unë dua një çmim për këtë gjë. Dhe ti nuk e kupton që faktikisht çmimi që ti ke marrë është pikërisht një lloj disipline dhe një lloj ekuilibri me veten. Dhe vjen ai moment që ti do t'i zhbësh gjitha këto sepse nuk e marrë të çmimin tënd, pra ku është ajo? E thua prit provoj një të kundërtën tani? Po, dhe ka ardhur një moment ku në vërtet provova të kundërt dhe me një lloj koshiencë dhe gjithmonë pastaj nuk e kuptoja që nuk është se ishte më aq koshiencë, sepse pastaj vjen një moment kur e kundërta të merr ty me vete dhe nuk është se e ke ti më në dorë. Unë mendoja gjithmonë që ishte zgjedhje, pra ti do që të provosh kundërtën, sepse ti mendoj që pastaj prindërit tanë duke ardhur edhe nga një brez tjetër, ku gjithmonë ti bëje diçka dhe kishe një gjë, pra ka qenë një brez pak ndryshe, në kuptimin ku gjërat ishin më matematike. Dhe mendoj që mbase vetmja gjë që nuk na kishin thënë në kuptimin. Pastaj ka njerëz që këtë gjë e marrin shumë butë, mbase unë e mora pak shtrëmbër, në kuptimin që unë nuk kjo ka qenë gjithmonë, që unë e kam menduar unë nuk e mendoj ndonjëherë veten që pra unë mendoj që ne kalojmë periudha.
mendoj vërtet, unë nuk e mendoj ndonjëherë veten të pasur apo të varfër, me rregull apo pa rregull. Unë mendoj që po kaloj një periudhë të tillë, sepse nëse unë do ta konturoja veten në një gjë, atëherë do futesha tek ato etiketa të cilat unë nuk se i duaj shumë. Kështu që unë dua ta shoh vërtet, sado klishe më duket, dua ta shoh si një rrugtim. Kaq. Pastaj se cili njeri bësh ti në fund ti këtë rrugtimi, se me cilët njerëz ti do ta bësh, se çfarë mendoj që është tjetër gjë. Pra mendoj që është rrugtim. Po në altar je ngjitur së fundmi kam dëgjuar. Po, ka qenë një shfaq, po, për pak mendova se isha... E pashët e vetë që ngrite, mos ke bërë në një kështë dasëm sekrete se ngele këshu me këtë që, po ti ku e di? Jo, në altar ishte, në altar për shumë ishte një përvojë shumë e bukur në çfarë kuptimi. Sepse unë kisha një komunikim me unë në FPA-n, kisha dhe përpara, sepse kam bërë dhe një shfaqje me ta, nuk dua të vdes e virë, që ishte shfaqja që rrëfente historinë e një grua e paraplegjike, e shkruar nga Barbara Galaskelli, në Itali, ajo vërtet ishte tetraplegjike, dhe tregonte se si donte konfirmimin, pohimin e vetë, si grua, përveç se si tetraplegjik. Dhe një ditë bukur doja që ti përpozoja diçka tjetër unë në FPA-s. Ndërkohë, po ato ditë më kontaktoj një regjisore e re, që quhet Belgisa Zhelego, e më thotë, shikoj Ina, unë dua të kemë pjesë në këtë projektin ti, po është diplomë. Nuk kam buxhet, e kam shkruar vetë, flet për shëndetin mendor, do t'i jesh pjesë? Ti më sinqert, unë doja t'i thoja po edhe pa buxhet, por ndërkohë thash, pse mos bëj diçka tjetër? Dhe kur takohem me Elsona Gollin, që është përfaqësuese unë në FPA-s, duke ditur që ata i mbështesin shumë, sepse pjesa fliste, në altar fliste për shëndetin mendor. I them Elsona, fal, po është një vajzë e re, është po diplomohet, dhe ka këtë gjën, dhe si mendon, ka shkruar një tekst vetë, unë vetë shkruaj mbaj çdo gjë në sërtar. Më pëlqen ky guximi që ka 20 vjeçarët që ti ndajnë gjërat të tjera. Mendoj që e dua një dorë në këtë sens. Dhe i thash, Elsona, është flet për shëndetin mendor. Domethënë janë gjëra dhuna. Sepse pjesa flet për këtë. Pra, çfarë mund ndodhi me shëndetin mendor nëse ka dhunë që në vegjëli, nëse ka zgjedhjet pasigurta që bëhen përkundrejt fëmijëve, nëse ka janë 6 njerëz në një spital psikiatrik, po që secili tregon një problem të caktuar, por gjë pak tregon dhe se si mund të përfundojnë të tjerët, sa e vogël është ajo, sa e hollë është ajo fija që ndan. I them Elsona, fal, po ju këto gjëra i mbështesin jashtëzakonisht shumë, sepse kam parë dhe me. Ndërkohë është kjo vajza që është, pse mos punoj, sepse 8 aktorë. Aulon besom, nuk bëhet as të shfaqe më me 8 aktorë, zgjedhi me 2, me 3, që t'jeti buxhet, sa më ngjesh, është një gjëra tjerë. Tash janë 8 aktorë, tani, ju, po sikur ajo të ketë mundësinë, që mos sa bëj me sa shok të kursit vetë, me gjithë respektin për ta, por që të punoj me aktorë profesionistë. Shumë gjëra janë mbulon Akademia e Arteve, si janë skenografia, kostumografia, si mendojnë që ta mbështesësh nga kjo anë. Ata u treguan shumë të disponueshëm për këtë gjë, dhe mua kjo gjë më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Më pëlqeu shumë që unë në FPA-ja tha po për këtë gjë, dhe më pëlqeu shumë që dhe Belgisa në një formë u përball me botën e profesionistëve, sepse luante Romir Zalla, Linda Jarani, Delviz Beleri, Adriana Tolka. Domethënë ishte një grup aktorësh që ju vun në dispozicion. Sigurisht, unë këtu i shkoj afër dhe kërkesave që kanë aktorët, unë besoj që aktorë konfirmuar nuk kanë më pse të punojnë dhe të bëjnë gavet. Patjetër. Kështu që për t'i qenë afër të dyja njësive. Dhe u gëzova shumë që në një pjesë, si gjithsesi, përmendin gjëra kaq të rëndësishme. Unë nuk mendoj për shumë, unë e kuptoj shumë mirë faktin që njerëzit që kanë probleme me shëndetin mendor janë ata që quhen më të brishtët. E kuptoj shumë mirë që do thotë që ti nuk arrin dot të përballesh me diçka. Unë mendoj që depresioni dhe probleme ku mendja jona bën lojra janë të përditshme. Dhe pikërisht shfaqja, duke i treguar, do të tregoj që është kaq e rëndësishme që mendja juaj është gjëja që juve ju përcakton. Është shumë e rëndësishme që ju ta mbroni, që ju ta ruani, që ju ta kuptoni. Dhe mendoj që u bëm bashk shumë gjëra. Pra, u bëm bashk një regjisore e re që po fuqizoi përmes
për mua është shumë e rëndësishme që tregohet që në këtë profesion mund të punosh dhe me iniciativë të lirë dhe pa vjedhur. Mundesh. Mundesh. Ditën e parë, kur unë ja futur në Akademi të Arteve, unë ka bërë Niko Kanxheri, pedagogu im i parë, tha, mirë se erdhët, nuk do bëni kur të famshëm, nuk do bëni kur të pasur. Unë nuk mendoj që ti me teatrin mund të bëhesh bilioner, nuk është ajo industria, nuk është ajo politika këtu, por mund ta bësh me dinjitet dhe mund të jetosh me të, pa dashur të bësh çuditëra. Pastaj nëse ti do të bësh gjithë këto gjërat e tjera, mund të gjesh mënyra të tjera që janë një me një industria e filmit, të televizionit, kush po guxon të hyjë tek zgjedhjet e njerëzve. Mua më pëlqeu që belgisat kishte një shije të mirë. Po, në altar është dhënë? Është dhënë dhe unë mendoj që do jepet prap. Pra, unë e kisha shumë të rëndësishme që gjithsesi kjo gjëja të kishte, sepse duke qenë diplom, u ruajt shumë edhe ideja që shfaqja të quajë një diplom, patjetër, kishte një shfaqje e plotë, siç ishte pati premierën e saj, patjetër që është një shfaqje e cila do rihepet. Do rihepet me këtë peshë, me këtë kast. Patjetër që do rihepet, do një shfaqje e cila unë mendoj e ka shumë të rëndësishme pikërisht këtë pjesën që ne mund ta ruajmë njëri tjetrin. E unë mendoj që gjithsesi arti është i bukur dhe është një gjë që të shpëton në shumë forma. Mua më ka shpëtuar shumë herë. Mendoj që mund të shpëtoj këdo në shumë forma. Edhe duke bërë, edhe duke shijuar. Me qenë se e përmendëm dhe jemi në fund, po duke qenë se shumë personazhe në 9 sezone Natë me Aulona që janë ulur në këtë kultur kanë folur për problemet me shëndetin mendor, sa i përket depresionit, ankthit, situatat që kanë kaluar. Ke pasur ti momente të tilla, Ina, depresion, ankth, situata me atak paniku? Atak paniku patjetër, unë për shembull e di shumë unë jam nuk mund të isha do ndryshe, jam natyrë që kam ndjeshmëri të jashtëzakonshme përkundrejt çdo gjëje. Unë mendoj që gjithë këtë ndjeshmëri vjen në moment që akumulohet, domethënë mblidhet, grumbullohet brenda te, mund të shfaqet në mënyra nga më të ndryshme. Tani nuk është se dua të quaj Wikipedia, nuk e di se çfarë, po vërtet për shkak të bën periudha të çuditshme hipokondrie. Domethënë unë mendoja vërtet që ajo që lexoja në internet mund të ishte një periudhë që të gjitha të ardhurat e mia, ato që ishin shkonin për bërë dhe ma beso pas një. A besoj se kam pasur edhe vete dhe vazhdoj ta ketë. Jam një hipokondriake. Vazhdoj, Ina, po kur të vi unë te psikologu, do flasim për mua. Dhe e di shumë mirë që është, e kam njohur shumë, e kam prekur shumë afër, jo vetëm përmes vetes, por edhe përmes njerëzve të mi shumë të afërt. Se çfarë është vetëm depresioni, vetëm ataket e panikut, por edhe vërtet krizat vërteta. Dhe vërtet e besoj këtë që truri është vërtet gjëja që na përcakton shumë forma, edhe në gjërat më antiracionale, më kundër arsyetimit, pra që ka lidhje me trurin thelbësisht, nuk mendoj që vërtet duhet mbrojtur. Tani mënyrat se si ne, se bëj unë tani sigur jam psikologa, por vërtet jo këtë po ja them vetes. Mënyrat se si ne mbrojmë mund të jenë nga më të ndryshmet. Si e ke mbrojtur? Duke krijuar atë raportin e ekuilibrit me veten dhe duke i thënë vetes që gjithçka që ti je është vetëm një gjë e sigurt që ke në këto momente. Dhe që ajo që ke qenë, ndonjëherë edhe duke gjetur paqe me njeriu që ke qenë, pra duke u kthyer mbrapa, duke përqafuar atë Inën e vogël, edhe duke i thënë që ti nuk ke asnjë faj për çfarë po ndodh rreth e për çfarë ktheje. Kështu që të lutem i sa më mirë, sepse unë besoj që gjithçka buron nga fëmijëria. Absolutisht. Edhe nga shumë momente të përhumbje që mund të kemi pasur në fëmijëri. Duhet në një moment vërtet kthehesh mbrapa. Unë paktën të kam bërë. Edhe i thush vërtet asaj gocës vogël që nuk është se je fajtore ti. Çfarë ka nga fëmijëria jote që ti e ke peng apo mbase të dhëm kur e kujton? Po për shembull, se tani duket sikur unë nuk është se dua të bëj këtë njeriu që do të përpara kamerave të rrëfej. Për shembull mendoj që divorcin e pritëve të miu, për shumë kohë kam menduar sigurisht se faji im. Në vërtet? Po, më duket sikur ata kanë bërë më të mirë, ima më për shumë nga bërë më të mirë që mos ta ndjeja. Por thellë brenda me duket se kishte një gjë që nuk shkonte tek unë.
madje ka qenë një kohë kur nga qenë e vogël, sigur e ndja veten sikur isha në faj, e sikur duhet ta ndëshkoja veten tim. Nuk e di se më çfarë, mbasa duke qenë çik më keqe se çfarë, nuk di se çfarë, por ka pasur ca gjëra që vërtet ishin absurde për kuptimin, nuk e di, qoftë duke prishur një gjë në shtëpi. Më dukte sikur unë mendoj që këto nuk ka qenë aq normal. Për atë që njerëzit quajnë normale. Ishte normale, pra ishte normale për burimin e shkak pasojës që njës time, por normale për atë që... Do më thëmë duhet prisha një gjë në shtëpi, që të ndodhte një faj, që unë të dëshkoja, sepse unë isha mësuar shumë e këtë rregullin shkak, pasojë, ndëshkim, faj, ndëshkim. E mendoj që po, besoj nga ajo buronte, sepse unë besoj që ndiqja, nuk besoj se kam pasur vërtet në një gjë terrët në brenda vetes, që meritonte që të... Besoj që nga kjo, do me thëmë... Po, e ke vuajtur divorcin e prindërve? Unë atëherë mendoja që jo. Vite më vonë kam kuptuar që po. Më dukte sikur nuk ishte, çiko, unë nuk dua absolutisht të mbroj idenë që familja duhet të rrinë bashkë. Jo, unë mendoj këtu. Por ama një gjë mendoj, që ashtu siç familjet shumë të paktën kanë një detyrim fëmijëve vetëm në këtë gjë, ashtu sikur të shumë shpesh u propozojnë zënjët e tyre, grindjet, duhet të propozojnë dhe pajtimet nëse ka. Pra të ketë një lloj ekuilibri. Vetëm këtë, sepse shpesh herë, kur ka grindje familje, besoj duket sikur fëmijët marrin vetëm këtë pjesë. Unë besoj që të paktën, momentin që ti si një fëmijë në jetë, të paktën ke përgjegjësinë të tregosh që marrëdhëniet janë dhe të këtilla, që gjithmonë ja dihet, që nuk ka asnjë ekuacion, asnjë matematik, por ama ka një matematik tonën, ndjenjash dhe zgjidhjesh, cilët neve duhet t'i qëndrojmë dinjitoz për para. Mendon që mënyra se ti ke përjetuar divorcin e prindërve mund të ketë ndikuar në një farë mënyre tek ty si arritur në krimin e një familje, në krimin e marrëdhënieve? Po, patjetër që po. Sepse mendoj, tani unë nuk është se dua, shiko, është si njerëzit që pësojnë dhunë, zgjedhin ose të bëjnë dhunuza ata, ose ta zgjedhin dhunën si një kundër modele dhe të bëjnë të kundër të. Në ty të në kohë, kur ti shej një marrëdhënie e cila përfundon, mund zgjedhësh ose të pasqyrosh të marrëdhënie, ose të bësh krejtësisht kundër dhe të punosh fort marrëdhënien që ti ke. Mund ndodhi dhe një gjë ndërmjetme që ti mos besosh më tek marrëdhëniet. Të ka ndodhur kjo? Jo, më ka ndodhur të besoj që i marr me një përgjegjësi shumë të madhe. Nuk ka ndodhur mbase në një moshë ku përgjegjësia tek unë nuk ekzistonte. Dhe vjen një moshë ku mënyra se ti sheh gjërat duket shumë i marrësh një përgjegjësi aq e madhe, sa i friksohem dhe ndonjëherë më duken shumë ndërkohë që janë shumë të thjeshta, shumë të natyrshme. Se si ti lejon njëri që të futet në hapësirën tënde, plus pastaj vjen një moshë ku ti gjërat e tua i krijon, e pastaj vjen njëri në jetën tënde. Pra bëjnë gjërat pak më të komplikuara, e ti nuk do që të angazhosh, të bësh pjesë të asnjë. Është kjo përgjegjësia, është për të ruajtur jo veten, por dhe njerëzit e tjerë që ti përfshin në rrugtimin tënd. Të flasim dhe pak për marrëdhëniet, por te bari. Do të bëj aty, se është çik më fani. Se këtu u bëm shumë serioz, po më pëlqeu shumë. Shkojmë njëherë te bari. Këtu është bari ku pim dhe bëhemi tap. Dhe pyetja e parë që bëjmë është gjithmonë si ke marrëdhëniet me alkoolin? I kam pasur jashtëzakonisht shumë të ngushta, tani kam shumë rastësore. Po dhe kur i kam pozitive. Gjithmonë. Jo, marrëdhënia është gjithmonë shumë e mirë dhe konkrete, por është më rastësore, në kuptimin është më... Ka qenë një kohë që vërtet ishte më shumë kjo pjesa e të dalit, e aperitivit, e shumë dhe pasaj një drinku, një darë. Tani, jo aq, por që kur janë. Në kuptimin nuk është se jam natyrë që Jo, unë nuk pi, unë të pi se çfarë jam unë gëzuar. Për shëndetin tënd. Se të bukura me si është, nuk të jam e mirë. Për shëndetin tënd, të emisionit, të shfaqjeve të teatrit, të jetës, dhe të çdo gjë të bukur. Sa bukur ja gëzuar këtu.
Prise që unë ta ktheja. Jo, mirë, zakonisht bëjnë shumë vetëm sa e vën të buzët, kështu që ti mirë. Jo, ishte një bollshme. Ta kishe pirë deri në fund, okej, të ma kishe bërë qefin, po hajde, kemi kohë. Po ti njërë, si ke marrëdhënie me alkoolin? Unë marrëdhëniet me alkoolin i kam të mira, më pëlqen të pi kur dal rrallë, po më pëlqen ndjesia e të ardhurit në qef nga alkooli. Ne kam qef atë. E keqe. Po, më pëlqen. Po më pëlqen ndjesia të nesërmen, sidomos kur bën 40 nuk e përjeton njësoj si kur ishte 20. Po, është vërtet. Është, nuk e di nëse ndjen ti këtë me kalimin e moshës dhe të viteve. Pa tjetër, do me thënë, ai hangoveri, që bëhet gjithnjë e më i hidhur, gjithnjë e më i vështirë për të unë. Menaxhuar të nesërmen. Po të më tregosh cila është historia jote më e lezetshme, ose më e çuditshme, apo më e sikletshme ku ke qenë tap diçka që se i ndajmë gjithmonë këtu? Tani po, e mbaj më. Tani ka që... Po është prap mami i mes. Ka që një dalë në grupe dhe le themi që isha Çakërqef. Po, sa më pëlqen kjo fjalë. Kisha po pa dëgjuar. Dhe mbaj mend të duhet isha shumë çakërqef, kam përshtypjen. Sepse mbaj mend që kam vajtur në shtëpi dhe i them mamit, do të thënë kisha ardhur mamën në Tiranë, se ne jemi nga Durrësi, kisha ardhur dhe ishte i me më në shtëpi. Dhe i them që mami, si e? Ky është vanilja. Dhe kisha marrë një qen rruga, cilin dhe kisha pagzuar gjatë rrugës me emrin Vanilja. Dhe kisha vendosur që ta stilja në shtëpi dhe të qëndronte bashkë me ne. Por, unë sa po hap derë në shtëpi dhe i them Vanilja futu, mbaj mend tani që qeni donte dikte. Donte dikte? Po. Dhe mbaj mend që ime më i thot, bravo Vanilja, ti pas ke më shumë truse sa vajza ime sot. Bravo, Vanilja, bravo të keqe teta Eli. Jo, Vanilja ka men, kjo sot. Po që bëri Vanilja? Siguri, zemra, shtëpia jonë ishte një apartament në katë 5. Besoj që Vanilja nuk e donte fare ndihmën time që ta shpëtoja. Do me thënë, përveç se u do ta kem dhunuar ty në katë 5, në kuptimin e... Po, jo, se nuk i dënojmë kafshët, absolutisht duam shumë. Nuk më ndodhi dot, unë e dua shumë dhe prandaj zemra, zakonisht ka njerëz mund të marrin dhe tjetër lloj qensh në shtëpi pasi mbrojnë me alkoolin. Besoj që ka marrë qenin mos pa dëmshëm. Gëzuar. Po mirë, si reagonte mami jot për shembull në ato rast kur ti shkon që je çakërqef? Jo, mami, se ndryshon puna me shkujt që mamat dhe pritën për që janë kështu, zemra! Ime më nuk do ta... Ime më shumë e ka për pas ides që njeriu duhet jetë shumë i kthjellët. Është kimiste, imagjino pak, do me thënë ajo është vërtet shumë e ka për pas ides si njeriu, vetëm i kthjellët mund t'jetë në më të mirën e vetë dhe kupton një dalje me shoqërinë e gjëra si këto. Dhe prandaj në atë rast u tregua dhe përveç kësaj unë mendoj që jo çdo gjë, përse kjo mund të duket pak shumë e flas, jo çdo gjë e këtij tipi, në kuptimin ishte një rast ime më mundi ta prekte. Nuk besoj që nderon momenti që mami jot të shep. Është një moment humori, por unë mendoj që do të thënë do një lloj ndarje në kuptimin e gjërave, do të thënë një mbrëmje çakërqef me shoqërinë. Është mënyra e jetuarit shqiptare që bën që të jem prindri dëshmitar të kësaj lloj gjëje. Unë mendoj që ka dhe një lloj privatësie, gjithmonë flas kur gjërat janë ende të këndshme, të lezetshme që nuk arrin të bëhen problematike dhe se duhet të jem shumë e kujdesshme te këto pjesë, sepse unë kuptoj që normalisht ka probleme. Unë po flas për pjesën kur është gjë po flasim për një pjesë që unë besoj që është mirë që gjithsesi mamaja nuk është shoqja jote. Deri në fund, do me thënë mund të kuptoj çdo lloj gjëje, por nuk është se unë e kuptoj mënyrën e mamit tim sepse patjetër unë deri 20 vjeç të konceptoj që kjo gjë të ndodhte në familje, do me thënë ime më do më kishte përzën, do më kishte rimar, po do më kishte përzën. Këtu flitet për momentet kur unë kam qenë goxha e rritur mbi 35 vjeç, kështu që janë sa, do me thënë kuptohet që janë ato vendimet që ti merr, unë jam dakord që njerëzit dinë të bëjnë qef. Por gjithsesi nuk jam që
t'jetë qefi prioriteti. Mund t'a them sot këtë. Ka që një kohë kur vërtet besoja që kjo që një bon vivant, ishte gjë, unë mendoj që nuk duhet të jetë prioriteti, por besoj që edhe shpirti duhet të ushqyer edhe me këto gjërat pak shumë gjodniciake. Është edhe që po diskutonim jashtë kamerës dhe me mosh, kështu që Vjen një moment kur është ajo kur unë mendoj që kur ty të hati një mbëlsirë, mund ta konsumosh, nëse është vërtet i gjë që dhe trupi jot është më i dashur me të, kur ti flas, nuk është se je i varur, nuk po flas për njerëzit. Kur unë për shkak nuk jam shumë apasionuar pas ëmbëlsirë, por mendoj kur një moment mendoj që çfarë do lloj gjëje vjen një moment kur ti e don në mënyrë të natyrshme, kur atëherë duhet ta mirëpresësh dhe është okay. jam shumë dakord. Unë sot tani dua të flas pak për dashurinë. Si ke marrëdhëniet me dashurinë të periudhës? Me dashurinë, unë gjithmonë, unë siç po unë jam gjithmonë pro dashurisë. Këtë kemi në xhep. Por ka një por? Jo, ka një por gjithmonë. Nuk është puna se dhe po flisën dhe që parë më pasur, kam shumë vështirë që kur flas për veten ta fuz brenda një statusi të caktuar, mund të jetë kjo. Por që patjetër po, jam e dashuruar, edhe që jam e dashuruar për atë që unë mendoj që dashuria është sot. Që mendoj që mund të jetë një ndarje e të përditshme tënde me dikë, sepse unë e kuptoj shumë mirë që shumë aeroporte kam parë histori dhe më të mëdha dashurie se sa kisha. E kuptoj që këtë dhe jam pro dashurisë së çmendur dhe por unë mendoj që në fund ditës dashuria mbetet që ti të gjesh me tjetrin pikërisht atë drithërimën tek e përditshme dhe tek qëndrueshmëria. Unë besoj që unë mendoj që dashuria është vërtet një zotim. E mendoj këtë. Mendoj që ajo është zgjedhja që ti bën. Sepse unë kam jetuar shumë duke qenë unë, duke qenë vetëm unë. Unë besoj që dashuria është ti të thuash se ne. Sado e çuditshme më duket, nuk është shumë dhe ta thash unë vi nga i brez që ka qenë shumë kjo pjesa që vërtet ka qenë një kohë që ti ishe në një marrëdhënie dhe që ishe me nerva a priori. Më thënë ti, papritmos, i plasi e tjetërit, gjithë luftrat e grave për votën. Por, okej, ai është jashtë kësaj, ai nuk është do të thënë një natë. Ndërkohë që sot mendoj që gjërat janë shumë të balancuara dhe mendoj që unë mendoj që është gabuar gjithë ky qefi për ta parë pohimin e të qenit grua tek fakti që ti duhet të jesh si burr. Po të bezdis me këtë? Se po më duhet sigur ishe pak shumë. Se dëgjova këtë si burr, se më kalove dhe kjo temë. Jo, duke qenë, unë besoj që, unë mendoj që është shumë okej, që nuk ka se gjë të keqe që ti të kesh hjesh, bo, nuk e di. Gruaja tjetë grua, të ngelet... Po pra, sepse ka qenë një kohë që e kemi dhënuar pak veten, një brezë sa kur ne jemi edhe viktima apo heronjë të kohës në cilët jetojmë. Po, absolutisht. Dhe bëjmë zgjedhje dhe unë mendoj që kanë qenë shumë të mësuar ato që kanë ditur të ikin pak modës në mënyrë më të mirë. Nuk di se si, nuk e se dua t'ja përfajnë më, po di të them këtë, që e bukura ti duke do me thënë, kjo ideja që ne pak të jemi të barabartë, besoj që çon te kjo gjë tjetër, që ti jemi të barabartë, po ti jemi si ju. Mendoj që është shumë cool që ti është, do me thënë, është si të mohosh. Ti je grua, ti je barabartë, ti je grua. Dhe ti je e rëndësishme, e bukur, e mrekullueshme, vetë mjaftueshme, në të qenë, mund ta themi këtë apo? Patjetër që mund ta themi dhe gëzuar. Për këtë që tham dhe për dashurinë. Po, jo, se unë mendoj që dashuria aty buron. Në moment që ti je rehat me këtë gjë dhe je në rregull me këtë gjë, besoj që je dakord që thua, ok, mund të jem edhe me këtë tjetër dhe ta lejoj edhe dikë të futet në hapësirën time. Se nuk është se nisa një monolog po kjo për mua ka qenë e rëndësishme, sepse unë jam rritur shumë dhe kam menduar shumë këtë koncept, që rëndësi kam unë, dhe në momenti kur ti këtë unë je dakord që ta vësh në diskutim, ta ndash me dikë tjetër, mendoj që nisë nga kjo, nga të qenë të rehat me njeriu që je, me ato që je dhe që Dhe tani je rehat me njeriu që je. Po, jam mirë, jam e qetë. Me qenë se përmendëm pak më përpara shfaqjen në altar. E ke menduar ti ndonjëherë, ke pasur ëndra të tilla kur qenë e re, e vogël, ina në altar? Jo.
që palla. Asnjëherë. Kur asun. Edhe ndonjëherë më duket ja si kështu. Ma më duket vetja si gabim, asnjëherë. Nuk ka menduar kur vetën, asnjëherë. Kur. Po kjo nuk do të thotë që, nuk e di, e ka menduar patjetër që në altar asnjëherë. Është e çuditshme thua ti? Jo, okay. Po shumë. Jemi shoqimi jo altar, ja gëzuar. Por edhe për vajzat që nuk ndërrojnë për altarin. Nuk kam asnjëherë. Po veten si mami, familje. Me këtë i vetmi problem që kam pasur gjithmonë është kjo që kam pasur gjithmonë atë makthin e madh që a do arrin ndonjëherë që t'i jap. Unë mendoj që unë nuk dua që një ditë fëmia im më thotë që pse më ke thënë në jetë. Qëse nuk isha sigurt dhe nëse. Ja ke thënë ndonjëherë ti mamit tënde? Jo. Okej. Kuptuam. Po shiko, gjithë e kemi thënë kam përshtypjen. Me thënë drejtën, sidomos momente Nuk është e bukur aq, por besoj që unë e kam Ra një vath, nuk ka problem. Jo, vërtet e kam pasur shumë të rëndësishme këtë pjesën që më duket sikur ta thash, edhe për çështjen e divorcit prindërve. Mua më duket gjithmonë sikur shumë e rëndësishme, sikur duhet t'i jap jetën më të mirë të botës. Dhe unë vërtet e mendoj këtë që gjëja më e mirë që duhet bëj një mama, pasi do të dukem shumë demode me këtë që po them ty ose gjëja e parë që duhet bëj një mama, mendoj unë, është të siguroj fëmijës vet një baba të mirë. Është shumë e vërtetë. Kështu që më qenit mama për të mbajtur karrocën me krah dhe për dar rrugës dhe për të bërë maman që unë e kam tani bebin tim është një gjë. Për post saj fillon një tjetër histori. Ajo është pastaj të jesh mama. Dhe prandaj për këtë kam thënë që e kam menduar, po kam pasur gjithmonë këtë lloj frike. Planet e tua për të ardhmen? Të them ato gjë më klishe që mundoj që nesër t'jem më e mirë se sot, nëse do jetë e mundur se sot jam e mrekullueshme. Sa mirë që gjithë kishin këto plane që nesër të ishin më të mirë se sa e mrekullueshme që janë sot. Këtë dua të bëj. Edhe unë ta uroj me shpirt që ta realizosh. Faleminderit shumë, më kënaqa shumë. Edhe unë më kënaqa shumë. Falenderoj me modestinë më të madhe, shumë faleminderit. Ja, dhe një herë për Inën dhe për intervistat me ty që gjithmonë shijojnë shumë. Faleminderit. Kam Bashkë, do shihemi sërish në dielën tjetër, ora 21 në ekranin e MCN Televizion. Ta-da